por pasojat mbrapa nuk kanë qenë të lehta për mua, për kur që duhet ta bëja, që unë të jetoj i shëndetshëm në të ardhmen time. Një nga gjërat shumë inspiruese është dhe transformimi yt fizik dhe shëndetësor. Mund të na tregosh më shumë për këtë? Fakti edhe ky është shqetësim që unë kam pasur për vitesh, edhe ndoshta një akumulim i keq ushqyerjes time, por dhe një stërvitje me pauza të gjata gjatë gjithë kohës, dhe gjatë një vizite rastësore, le të themi, që kisha, më shprehin që kam një shqetësim të vogël në gastrik, që do ishte mirë për mua që unë të fusja në një operim relativisht të shkurtër dhe më është dashur ta bëj, por që koha e rikuperimit duhet ishte pak e gjatë dhe medikamentet që ata më kanë dhënë janë disi të forta dhe nuk më lejojnë që të marr një shëndet, përkundrazi ato më japin ulje të peshës ose reduktim të ushqimit. Themi ndryshe, unë nuk mund të haj një sasi që kam ngrënë më përpara kur unë kam qenë shumë i shëndetshëm dhe ndihem shumë mirë. Por kjo humbja e peshës disi njerëzit i ka prekur në kuptimin e mirë të fjalës, sepse ndoshta kanë dhe pak kohë pa mparë dhe ju duket sikur kanë bërë një ndryshim drastik. Gëzoj shëndet plot, jam shumë mirë dhe besoj që jam shumë më mirë kështu se ashtu siç kam qenë, sepse ndihem shumë më mirë fizikisht, kam shumë energji. Por nuk ja uroj kurkujt që të ketë këtë lloj problemi, sepse thash ky nuk ishte një problem që unë e dija, pra ishte një problem i fshehur tek unë, që vetëm për një vizitë rastësore më doli dhe duhet ta bëja. Por pasojat mbrapa nuk kanë qenë të lehta për mua, për familjen time të më shohin atë gjendje, sidomos për njerëzit që më rrethojnë, por që duhet ta bëja. Fund ditës duhet ta bëja që unë të jetoj i shëndetshëm në të ardhmen time.